Kryeministri Edi Rama njoftoi se në podcastin e tij të përjavshëm futet një rubrikë e re, intervistat me personat që shkruajnë në emailin e kryeministrisë për të bërë pjesë e show-ut të tij. Të dielën Rama me stafin e realizimit të podcastit intervistuan 4 të rinj sipërmarrës në agrobiznes. Dhe këtu jam me Henryn. Henry do flasi vetë për veten e vet. Konflikti në dukje i interesit midis meje dhe Henryt si i ardhur nga dajti Paradise, do me thënë nga zona e Katundit tim. Lagja. Është Katund më çfarë lagje. Lajti e qytetar që vjen nga qyteti atje, unë jam katunar që vi nga Katundi në qytet. Leskoviku ka një traditë të hershme në Vreshtari dhe familja jon, familja Fezullah, është përpjekur të ringjallë dhe të modernizoj këtë trashëgimi, duke investuar me pasion në kultivimin e rushit dhe prodhimin e verës cilësore. Kjo iniciativë nisi në vitin 2010 dhe prej atëre ka vijuar të zhvillohet me dashuri, këmbgulje dhe profesionalizëm. Puna jonë është vlerësuar dhe ndërkombëtarisht. Revista prestigjioze Gambero Rosso ka vizituar Vreshtin ton dhe ka botuar një artikull për historinë, sakrificën dhe suksesin e këtij projekti shqiptar. Vendosa që shtëpinë tonë ta ktheja në shtëpi pritje. Kjo ishte një thyrje tabush, se si të merri një pagesë nga mysafirët që të vinin në shtëpi, apo si të shërbente një vajzë për të huaj e njerëz që ti nuk i njeh. Por ishte edhe një sfidë. Filluam vetëm me 2 dhomat tona, duke fjetur vetë në divan ose në dysheme që t'u alironin në dhomat turistëve. Nuk ishte e lehtë, sidomos për prindërit e mi, lodhja ishte e përditshme dhe as natën nuk mund të pushonin, por sakrifica ishte nevojshme për një ditë më të mirë. Unë jam Henry Sheu, pasardhës një tradite familjare që prej vitit 1994, ku familja ime ka ngritur në malin e dajtit biznesin Dajti Paradise, me plot bindje mund të themi se jemi biznesi para agroturizëm në Shqipëri, i ndërtuar me përkushtim familjar dhe dashuri për natyrën, mikpritjen dhe zhvillimin e zonës Dajtit. Jo, më çka ke shkruar Bashkëshorta ime më shkruaj se unë as kam pas mundësi të shkruaj. Më thotë se çova një email kryeministrit, aty ke emaili flasim. Edhe thotë që jam Julian Hupi nga Buqiza, Kulla Hapi. Ka shkruar ajo sigurisht. Bashkëministri kontuar në podcast. Flasim është deri më madh për mua, të ndaj historinë e Kullës Hupi, një model i ringjalljes së traditës së zhvillimit rural. Do doja shumë të isha pjesë e televizorit suaj për të folur rrugtimin ton, që ka frymëzuar shumë të rinj në zonën tonë. Respekt dhe mirënjohje për ftesën dhe po çai theri kur tha e kam çuar emrin tat. Po I thash shumë citova, shumë herë tash I kam thënë se më kaftu. Të rinjt sipërmarrës I shprehën kryeministrit edhe problematikat e zonave ku ata zhvillojnë aktivitetin. Në Vermosh kërkohet që kulla e Prekcalit të kthehet në muze etnografik. Në Vermosh kena një kull historike dhe simbolike, kullën e Prekcalit, që mendoj ka ardhur koha që të marrin zgjidhje. Ajo duhet të kthehet një muze etnografik. Aty mund të krijohet një fond, fondacioni Prekcali, ka mbledh këto para, kush do të kontribuojë në përmjet atij fondacioni dhe pastaj ne mund ta bëjmë këtë gjë me Fondin e Zhvillimit Shqiptar dhe bashkojmë fondet. Kryeministri u zotua se në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit do të ketë një vëmendje më të veçantë në zonat turistike për të ndihmuar që të mos preket natyra dhe të mos ndërtohet